Si pasojë e situatës së krijuar në segmentin rrugor Uresh-Trent Prekal, ekipet e Bashkisë Shkodër në bashkëpunim me strukturat e emergjencave civile ndodhen në terren dhe po monitorojnë nga afër gjendjen. Lidhur me këtë situatë, Avenir Qela, administratori i Njësisë Administrative Postrib, u shpreh se Bashkia Shkodër është pranë banorëve dhe po ndjek nga afër çdo zhvillim. Ai bëri me dije se pritet mbërritja e ekipeve të emergjencave civile nga Ministria e Mbrojtjes për të realizuar ndërhyrjen e shpejtë në riparimin e rrugës. Ndodhen në rrugën Uresh-Trent Prekal, ku kena pas mbrëmje na njoftu për një rreshitje dheut dhe damtim të rrugës kryesore dhe menjëherë janë vënë ndjeni Bashkia Shkodër dhe kanë ardhur shërbimet publike bashkë me emergjencat civile, kanë bërë izolimin e zonës në mënyrë që mos kena, fatmirësisht nuk kena asnjë problem njerëz, se i kena izoluar në mënyrë shpejt dhe po presim që bëhen vlerësimet dhe janë njoftu Ministria e Mbrojtjes, emergjencat civile kombëtare dhe besoj se shumë shpejt do t'i kena këtu dhe do t'i japin një zgjidhje që në mënyrë ta hapim sa më shpejt këtë rrugë dhe të bëhet e aksesueshme për banorët. Kërkojmë mirëkuptimin e banorëve që të kenë pak durim, sepse në moment që sa po të japim zgjidhjet më hershme, do të bëhet e aksesueshme për to, thjesht për çdo që të kenë nevojë, ne ju gjendemi pranë për çdo gjë në mënyrë mjekësore, në ushqime që të kenë nevojë ato, do jena pranë tyne, vetëm na kontaktojnë për çdo problem. Ndërkohë po kryhet vlerësimi paraprak i situatës dhe po shurtohen mundësitë të ndërhyrjes së menjëhershme, me synim normalizimin e qarkullimit dhe garantimin e sigurisë për banorët dhe përdorësit e rrugës.